Lexim prej Veprave të Apostujve. Edhe aty ndej do kohë, pastaj u nis tash përshkoi krahinën e Galacisë e të Frigjës, duke I përforcuar në fe të gjithë nxënësit. Një farë hebreu që quhej Apollo me përardhjen nga Aleksandria kishte ardhur në Efes, ishte njeri gojëmbardh, njohës I mirë I shkrimit shenjtë. Ishte I njoftuar me ullën e Zotit dhe me plot zell të shpirtit fliste dhe mësonte me kujdes për Jezusin, edhe pse dinte vetëm për pagësimin e gjuhit. Ai parafilloi të flasë plot guxim në sinagogë, kur e dëgjuan Prishilla e Akuila e morën në shtëpitë e tyre dhe I shpjeguan imtësisht ullën e hyjtë. Kur I u mbush mendja të shkojë për Akaj, vëllezërit I thanë zemër dhe u shkruan nxënësve që ta presin mirë. Kur arritën atje, për hir të Zotit u vlefti shumë besimtarëve, sepse me aftësi të madhe I qite poshtë judejt duke ua vërtetuar me anë të shkrimit shenjtë se Jezusi është Mesia.